Në kuadër të javës së tretë në Ligën Komunale të Tetovës, në stadiumin e fshatit Sollarës u përballën Flamurtari Vendas dhe klubi futbollit Jugoromi nga Jugonovca. Në një lojë me cilësi mesatare, fitues doli mysafirët nga Jugonovca me rezultatin 3-1, edhe pse në pjesën e parë rezultati mbeti me shifra të barabarta pa gola. Por në pjesën e dytë deri nga minuta e 70 kur vendasit nuk patën forcë, ekipi mysafir për 2 minuta shënoi 2 gola dhe këtu përfunduan shpresat e vendasve për të shënuar fitore. Deri në fund të ndeshjes vendasit arritën të shënojnë golin e shpresës, por kjo ishte e tëra që mundën të bëjnë, edhe pse deri në fund shënuan në 1 gol, por nuk patën forcë që të bëjnë diçka më tepër, pasi mysafirët shënuan edhe golin e tretë dhe me merit shënuan fitore. Në ndeshje tjera duhet të potencohet fitori e tretë me radhë e ekipit të Strymnicës Mërgjimtari, të cilët shënuan fitore në cilësinë e mysafirit kundër Lubotenit në Tetov 3-2. Në Porojë, Kastrioti shënoi fitore kundër Pirokut 3-2, ndërsa ndeshja Besa Fip Sport Sharitet 2012 ka përfunduar me shifra të barabarta 2-2. Rezultatet e javës së tretë: Flamurtari Jugoromi 1-3, Kastrioti FC Pirokut 3-2, Besa Fip Sport Sharitet 2012 2-2 dhe Luboteni Mërgjimtari 2-3.